Qarku i Lezhës është përballur me një numër të lartë vatrash zjarri në 2 ditët e fundit, duke shënuar 20 raste gjithsej. Sipas raportimit të mbrojtjes civile, 17 prej tyre regjistruar në territorin e Bashkisë Lezhë, 2 në Kurbin dhe 1 në Mirdit. Falë ndërhyrjes së shpejtë të strukturave të emergjencës dhe forcave zjarrfikse, të gjitha vatrat janë vënë në kontroll dhe aktualisht nuk ka asnjë zjarr aktiv në territorin e qarkut. Megjithatë, flakët kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore dhe në zonë të kultivuara në pemtari. Prefekti i qarkut Lezhë, Taulan Malshi, konfirmoi se për 2 nga rastet është ngritur dyshimi se zjarret janë shkaktuar qëllimisht ndaj materialit përkatëse dërguar pranë prokurisë për hetimet e mëtejshme. Gjatë 40 orëve të fundit, qarku Lezhë është përballur me një numër të lartë të zjarresh. Konkretisht në bashkinë Lezhë kanë rezultuar 17 raste zjarresh dhe në bashkinë Kurbin 2, në bashkinë Mirdit 1 rast. Të gjitha rastet janë përballuar me sukses, çka do të thotë që ka pas dëme të pakta materiale, dëm i cili ka qenë kryesisht bimësi dhe sipërfaqe pyjore. Në 2 raste zjarri janë angazhuar edhe forcat zjarrfikseve të bashkive Vaudez dhe të bashkisë Mirdit, të cilat kanë ardhur në ndihmë të forcave zjarrfikseve të bashkisë Lezhë. Të gjitha rastet janë ndjekur edhe me strukturat e policisë shtetit dhe ka patur edhe konstatime dhe materiale të referuar në prokurori për 2 raste në ishull Lezhë. Janë veprimet e tjera hetimore, pastaj në konkluzionet e veprimeve hetimore që do dalin në përfundime, por ama veprimet e para hetimore të kryera nga strukturat e policisë shtetit kanë rezultuar që kemi të dyshuar për zjarrën e të qëllimshme. Po, ka një plan masash të hartuar dhe të dakordsuar edhe me strukturat e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe të koordinuar edhe me detyrimin e përgjithshme të zjarrfikësve për të përballuar çdo rast eventual të zjarri apo të situata vështirë. Apeli është që tregoni gjithnjë të kujdesshëm si të shmangim të ndjekjen e menturinave, të kemi kujdesshëm mos hedhjen e bishteve të cigare në ambiente të thata, sepse edhe temperaturat e larta e favorizojnë dhe të bëjmë sa më shumë që të mohojmë natyrën, mjedisin, jetën dhe rrjedhimisht se jo të jemi të kujdesshëm dhe mos cënojmë as mbarvajtjen e sezonit turistik që është kaq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të familjeve tona dhe të rajonit tonë. Strukturët e emergjencave civile në 3 bashki të qarkut mbeten në gatishmëri të plot për të reaguar ndaj çdo situatë të re që mund të shfaqet.